pushimet së pari ju e thatë, pushimet më të mira bëhen në Turqi, jo në Shqipëri, ë? Po. Ky ishte, përfundimisht, ky është mendimi juaj. Nuk ka asnjë fije tolerance për Shqipërinë, për ndonjë plazh të veçantë, që okej, këtu bëhen pushime, pavarësisht se pjesa tjetër jo. Po, Gjiri Lalsit. Gjiri Lalsit është mirë. Po, mirë. Detet e Ksamilit. Edhe Ksamili është mirë. Po. Po, do të doni të kishte më shumë lojra, më shumë aktivitete për fëmijë, apo më shumë shezllone, më pak shezllone, ka ndonjë gjë? Çfarë shezllone? Ajo që shtrihemi në plazh, që të marrim rreze. Apo ju nuk shtriheni ndonjëherë se jeni gjithkohë. Unë njeh shezllonin. Më shumë lojra. Më shumë lojra kështu brenda. Unë dua kështu jashtë në dete, në pishinë. Kuptova. Pra doni më shumë aquapark, këto gjërat. Iku kjo pyetja pushimeve. Pyetja tjetër, ne jetojmë në Tiranë. Po. Do doni të ishte ndryshe Tirana? Vetëm një ndryshim doja. Që ato në bashki mos të lëni të tjerë të hidnin plerat në tokë. Se pra pun tani nuk do jetë Tirana kaq bukur. Se nuk është bukur Tirana. Nuk është e bukur. Nëse hidhin plerat. Nëse hidhin janë gjithë plerat në tokë. Tirana i ka gjërat e bukura dhe Shqipëria ka gjërat bukura. Ka një qytet që e doni më shumë në Shqipëri? Saranda. Edhe Shkodra, më pëlqej ajo lumi, ajo Lumi Shalës. Jo, mos e ke për Shirokën, për liçenin, për... Jo. Lumi Shalës, po. A, Lumi Shalës? Okej. Më pëlqen Shkodra, Saranda dhe Vlora. Më pëlqen Saranda sepse kam shokun e ngushtë dhe ka dhe dete të bukura. Bukur, po, e vërtet. Është një zonë turistike shumë e pëlqyer për gjithë Europën. Ka shumë dete. Tirana, pa pastërtia është kritika juaj dhe gjë tjetër jo, gjithçka shkon shkëlqyeshëm. Po. Ju pëlqen. Shkolla, ju pëlqen mësimi? Po, mua më pëlqen. Shkoni me qejf atëherë në shkollë. Ju jeni në një bank? Po, jo, kemi veç. Keni kërkuar apo ju ka vënë zysha vetë? Jo, ishte në fillim të shkollës, po disa zysha na i lë dyshe ose i ndanë, i bë si të doj. Po ju doni të jeni bashkë në një bank apo jo? Jo? Pse? Po të temi me shokët, në shoqërinë, me shokët. Se unë këtë e kam gjithë kohës në shtëpi. Dhe nuk e do dhe aty në klasë? Do. Po, dëgjo, nëse ndonjë prej shokëve e Elif për shembull, thot në një gjë të mirë për Eidin, si reagon ti? Si sillesh? Jo, mos reagoj fare, reagoj vetëm. Ti nuk reagon fare? Jo, po ti nuk je aty për shembull, edhe dikush thotë që ai Eidi si është, s'është shumë mirë fare. Jo, ma thot Elifi mua ditën tjetër kur të shkoj unë, e kthej vet. Ja kthem vet. Ti Elif nuk reagon për vllajën. Jo, ose thjesht gjoj kështu pata e ditë. Dhe thjesht i them, Eidit në shtëpi, pasaj. Kjo kur mërzitet me shoqet, thot, këto thojnë këto fjalë, këto mendojnë kështu, këto bëjnë kështu. Po ti Eid, nëse dikush të diçka jo dhe ishte mirë për motrën, për Elifin? Ne kemi lënë kështu. Elifi, nëse dikush i mërzit Elifin, Elifi do mbroj veten. Ose qose unë nuk e mbroj do të veten, marr Eidin. Ose marrë një dja, se nuk e di pse, një ditë ishim në klasë dhe duhet të kishim si një fletori që plotsonim dyshe. Unë kisha ngell vetëm dhe kisha ngell disa veta. Gjë e pyet kush do të jetë me Elifin, gjithë ngumbulluan te mua. Donin të ishin me ty? Po. Sa që nuk e di pse. Se ishte me ty? Me Eidin vetëm 2 veta donin. Ti mos e thekso, mos e nënvizo këtë. Ja, po është më të nënvizohesh. Që të jemi të qartë. Ishëm, nuk e kujto, ishte një lojë që ishte. Ishte me 2 libra, një libër roz, një libër blu. Që ishëm ullur në karrige. Ishte këshu, pra, ne kishim një, kjo kishte flet blu së është unë kisha flet roz. Edhe kisha dhe një flet blu, kjo kishte dhe një flet roz. Na pyse njëra, kush është më mistres, qose ngrija blun, ishte Eidi, qose ngrija rozën, isha unë. Dhe kë ngrit e ti? Mistrecja ngrija una. Ti je mistrecja. Ti e pranon që je mistrecja? Po nuk, si të duket kjo si ti parë, po themi, si
pjesë e karakterit tënd që je mistrece? Është diçka e mirë, është diçka e bukur, është diçka që do të ndihmoj, apo është diçka që duhet ta korrigjosh? Unë mendoj që kështu do të jem, mistrece. Kështu do të jesh. Qet jem. Të pëlqen të jesh mistrece. Po. Po, nisi të thoshte që kur nuk ja del do të vetë, ose kërkon ndihmë nga iti, ose nga dikush tjetër. Ka një shok, nga një shok. Se e zjedh vetë. Atë e zgjedh E vetë. zgjedh ti. Ke një shok, domethënë të klasat të ngushtë. Kjo mërzitet shumë shpejt. Shumë. Mistrece pra tha vetë. Po për para ai qante për një ketchup të vogël. Se unë kisha më shumë, ai kishte më pak. E zi se me relifi ketchupin. Opa. Të ka lënë të Kjo shparë. e pëlqen shumë ketchupin. Shumë mirë. Dhe pizza me ketchup, chicken nugget me ketchup, patate me ketchup normal, se patate nuk shkojnë not pa ketchup. Po, pizza me ketchup, po e dëgjoj në një italian. Bën namin. Pyetja e Agitës gjatë publicitetit ishte shumë interesante, po e bëjmë edhe tani se ta dëgjojnë të gjithë ata që po na ndjekin. Çfarë doni të bëheni kur të rriteni? Futbollist. Futbollist. Dhe pik. Ti po investon tani, më po merresh me Po nëse nuk bëhe futbollist, do doja të bëhesha inxhinier. inxhinier, shumë Po, mirë. po hopi do ishte futbollist. Perfekt. Dhe me cilën skuadër je? Të pëlqej, Po. Interin. Po A je futbollist? interist? Po, Po futbollist. Bravo, thon nga regjia. Dikush, po futbollist i preferuar kush është? kam dy. Një është i vjetër që s'lu më, një tani që luan. Lautaro Martinez dhe një Ronaldo Nazario. Shumë mirë, shumë mirë. Kurse ti, Elif, që do bësh kur Unë dua rritesh? të bëj modele ose këngëtare. Por, në qoftë se s'më lëba ma prindërit se prindërit dojnë që të bëjmë kështu doktoresh, po unë nuk dua ashtu se unë dua të jem kështu e Këngëtare. famshme. Ah,